Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një shtetas 35 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit shpallën në kërkim një shtetas të mitur 17 vjeç për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë, prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Pasi me datë 3-4 ditë 2026 në lagjen Qemal Stafa është konfliktuar me shtetas 19 dhe 18 vjeç. Si pasojë këta dy shtetas kanë marrë dëmtime në trup me mjet prerës stik për motive të dobta. Nga kryerja e veprimeve hetimore është bërë i mundur sekuestrimi i një aparati celular, një mjeti prerës stik dhe një sasi e lëndë narkotike kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 32 vjeç banues në Shkodër për veprat penale shkelja rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësimi i paligjshëm, pasi në subjektin tregtar që administron ky shtetas është aksidentuar gjatë punës dhe ka marrë dëmtime të lehta, një shtetas 18 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 23 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka vjedhur një sasi parash në banesën e një shtetase 60 vjeçe banuese në Shkodër. Po këta specialist bën të mundur gjetjen e një 15 vjeçari, i cili ishte larguar nga banesa me datë 25/3/2026. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 28 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori për njoftim mbi faktin, pasi është bërë mundur gjetja një 16 vjeçareje, e cila ishte larguar nga banesa me datë 3/4/2026. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.